Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ilir Hasani, ka kritikuar ashpër propozim ligjin për përfaqësim të drejtë, duke e cilësuar atë si një fluskë dhe letër të zbrazët. Hasani ishte i ftuar në emisionin Debat në Shenja, ku theksoi se gjatë kërkesës së tij që ligji të hiqej nga rendi i ditës, e kishte quajtur atë fluskë, pasi sipas tij, një fluskë shkrihet dhe nuk mbetet asgjë prej saj. Ai po ashtu ka vlerësuar se propozim ligji nuk sjell përmbajtje konkrete dhe se është hartuar në mënyrë që të ruhet me masa nga ana e koalicionit vlen, pa përfshirë opozitën në proces. Në kërkesën time që ky ligj të hiqet nga rendi i ditës, po për fat të keq ajo kërkesa ime që propozim ligjit të tërhiqet nga rendi i ditës nuk kaloi, e quajta një flusk, me që fluska shkrihet. Pak në qoftë se nxehet situata, fluska borës shkrihet dhe nuk mbetet asgjë nga ajo flusk. E quajta letre zbrazët se në këtë propozim ligj, i cili një periudhë të gjatë kohore është mbrojtur me masa sigurie maksimale nga ana e vlenit, që të mos e shohim. E lema që të integrohen opozita. Sipas Hasanit, zëvendës kryeministri Arben Fetai ka shkaktuar dëme të mëdha lidhur me këtë çështje dhe më pas është larguar nga procesi për në Belgjik. Ai gjithashtu theksoi se pas asaj nuk kanë mekanizma mbrojtës, ndërsa përfaqësuesit e institucioneve e thyen një rregull që nuk ekziston. Ndërkaq, zëvendës ministri i mbrojtjes nga koalicioni Vlen, Admir Shabani, tha se ligji për përfaqësim të drejtë përmban mekanizma mbrojtës që do të garantojnë zbatimin e tij në praktik. Sipas Shabanit, këta mekanizma do të jenë plani i punësimit dhe metodologjia mbi bazën e së cilës do të përcaktohen punësimet në institucionet shtetërore. Cilat janë mehanizmat që do të garantojnë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në këtë ligj, janë pikërisht plani për punësimi i cili do të bëhet apropo këtij ligji dhe metodologjia e cila do të bëhet në afat të caktuar kohor pasi të hyjë në fuqi ky ligj dhe në bazë të së cilës do të përcaktohen edhe punësimet. Po prap, fokus kryesor do të mbetet profesionalizmi dhe kompetencat të cilat do t'i kenë kandidatët. Shabani po ashtu ka theksuar se qëllimi i ligjit është të sigurojë përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke ruajtur njëkohësisht kriterin e profesionalizmit në procesin e punësimit.